Unë e quhem Rambordhi, nga fshati Magure. Pili pikrisht familja jonë të partë Magure jem na, këtë këta shqiptarë shkajnë masanin e enorm mas njëve. Këtë rastin në gjarin e ditë Magure, kështu natën, 2 natës me më tregu, me më pytë, di me treguën, 2 natës, që e nërë këtë mas njëve. Këta është këj rast terrorist është. Këta e nërë për Serbije, me sulmu Magura aty. Këta e në konë të vesht me shki. Këta sëtë 27 vjetë nuk u dzilë më këtu në prënë atyne, po këta e nërë më sulmu shqiptarët aty. Edhe si mbaz gjitha gjasa këta ju kanë thonë këtyne, ju e një konë atëherë, ishë mazisën 89-ën kemi abonë, 98-ën. Mazisën 98-ën kemi abonë. Një këshi kanë sulmu aty, ta një qirtë kanë ndërhyjën mi do, po aty të një në përleshën në të mëdhe. Miro pas, po që shë gjendja e sepse në qatë përleshë është sulmu edhe një veteran. Po, o sulmu me të mëdhe, ajo hi mi do, pak me këshi, po o sulmuan. Edhe veterani luftës, edhe i plagos në gjatë luftës, edhe tënët, ajo sulmu për këtë një kriminellë. A kanë pas prunë ata aty? E kanë prunën. Pa që marët kanë gjithë edhe armatim aty? Aty kanë gjithë barut, kanë gjithë një 30 kg, mas lufte për i herë, këfori orëna për shpija o hinjën, i ka qitë jashtë kret, edhe i ka thonë hapni dritarët, te kanë minuat barut. Që kanë doshtë ata dje, dijet? Disha kanë doshtë. Këtë pasunia shqiptarëve, gjatë luftës, ka qenë në bërtyne. Këtë shqiptarët e kanë gjithë mollën e tyne në bërtyne. Të miljune me sonë dhe metall. Këtë e konë pasunin, këta kanë peshkitën, këta e konë të veshtë. Këtë familjare që është për në ty? Familjare këta, familjare. Që ka thënë që disa banorë të thënë që edhe pjesëtarë tjerë komunitetit që kanë dollë janë distancu për tyne. Po, i kanë bojërisht dhe ata, mi sulmu qa ditë. Kënë ata? Ashkalit, qëta kriminellt. Ashkalit aty kanë bojërisht mi sulmuën. Po, jenë fut me një abort një unë, edhe kështu që... Miro pas, po e shomi që pas këtë një gërvishet e syni. Ha? Ja, synim kë gërvisht për gruës, të kam se ja. Karo box. Që ka pres një sëtë, dhe më të marë parasysh që këtë... Sëtë presën që lirimtari mu liru shlirimtarët. Kriminal mu denu. Mu denu. Edhe këta, në Magure mu për jetë nuk kanë shkalypin. Këto në të adinë edhe policia, në të adinë edhe gjykatër, në të adinë edhe kretë, që se këta silë në herë që atë, aty ka me pas viktima. Tash, a dolin këta ma të forta, na nuk e dim. Ka me pas viktima, 1.000.000%. Këta e në kriminal. Përshëndetje, fillimisht nëse mundesh me na u prezantua dhe me na tregu cila është arsyeja që keni dalë sot në protestë. Po, unë jam Arsim Jashari, jam bashkëluftëtari Beke Metës, i cili për momentin gjinin pranë gjykatës. Kemi qenë pjesë e njësi speciale pranë shtabit përgjithshëm së bashku. Qëllimi jonë dhe gjithë bashkëluftëtarëve dhe e qytetarëve të Magurës është për arsye që 2 pjesëtarë nga konflikti kanë qenë të armatosur, kanë qenë në uniformë në vitin 99 dhe përsëri në orë dhe kanë provokuar një veteran në një valet lufte dhe kjo është e pafalshme. Qëllimi i kësaj tubimi është jemi orë në mbështetjes qërimtarit dhe me tregu gjykatës që në të vepron drejt, i ka faktet, i ka argumentet në të dënon kriminalt. Ky është problemi jonë, edhe i bëj ftesë edhe qeverisë në të kenë kujdes ku na japin në shtetësi, ku na japin drejtën me një Kosovë për arsye se është e pafalshme si Ministria e Brendshme ka leju këta kriminal me ardh vetë domon pa përcjellje, se hera tjera po flitet qytetarë Magurë kanë me përcjellje, Ksijovi kanë pa përcjellje. Kjo është e papranueshme, andaj ne si bashkëqytetar, si qytetar, si gjithë së bashku na dal me protestu, po në mbështetje të Beke Metës, i cili të pa drejt gjinin mbrana. I kanë ardhur njërin në shtëpi. S'ka të bëj as me prona, s'ka të bëj as kurrë, ka qenë pikërisht ka qenë konflikti i pastër me tregu ata dhe një arrogancën që kanë tregu vitin 1999. Mirë Arsim, ka po jo bëron guximi kriminalëve të luftës me sulmu shlirimtar. Po nëse nuk nolën kufella, nëse nuk bëhet verifikimi i tyre i saktë, atëherë ka më ardhur kjo ditë dhe po vjen.
kemi informata që edhe në Gras po ndodhin domosdoshmë mramje, po rinia e tyre që janë po bëjnë probleme, po bëjnë provokime dhe ne nuk mujmë duru provokimet. Ne jemi në progin tonë, të mbrojt progin e tonë shtëpisë tonë, na sim të shkon stërvim me provoku kërkon. Ata janë të lirë si tonë, nuk kemi asgjë kundër komunitetit absolut, asnjë komunitet, as konflikt ndër tyre, po nëse ata i sulmojnë çka dy dorë me krye s'kan çka bën njëri, është shtëpia vet, çka kanë me bëu. Ky është realiteti. Nuk e di unë konkretisht për leshën, po ajo është mbështetje të shtrimtarit Bekimetës, është invalid i luftës, i ka 3 prella në kry, edhe ende gjumin s'u bën gjum. Mas 26 vjetë me ardh, njerëz që kanë qenë në uniform, që kanë vrarë, kanë masakruar, kanë dhunu, e kanë shkatruar me ardh dhe me provokuar ushtrisë shqiptare të Kosovës, me të vërtetë është e pafalshme. Faleminderit. Quhem Besim Jusufi, veteran i luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jemi dalë këtu lloj përkraje ose protestë për veteranin invalidin e luftës Bekim Meta, i cili s'po thon padrejtësisht, po në përkraje të këqijsë ka marrë pjesë, e ka zonë më shkurt rraja se ndodhet në fshatin Magur, që s'ka të bëjë me prona, po këto ka kanë e qëllimshme nga pala tjetër. Dihet kush janë ata, sipas informata që edhe policia i ka edhe na edhe si veteran. Aksioni e ka një qëllimshëm, një të organizuar e ardhur ata, edhe presëm drejtësi, edhe drejtësi për shtrimtarin, drejtësi për vendasjet e Magurës. A kanë pas Sa persona kanë qenë ata dhe sa kanë qenë prej këtyre? Beka kanë me vetë 6 në dokët, ata dikon janë kanë 21, 2, 3, çështë. Po ata janë ardhur në mënyrë të organizuar. Mirë, ku ju boron guximi me i sulmu kriminalit e luftës lirimtar? Po me fol drejtën, bak edhe të pushteti, po kyshëm. Bëjë shumë kraj kanë dhonë. Nuk po thon drejtën se drejtat i kanë, po kraj. Është më konë ma specifik të pushteti, se pushteti edhe nivel lokal edhe qendror. Jo, pushteti nivel qendror, pushteti lokal nuk ka të bëjë kur gjë me ta. Sa po kena pranuar vendimin e gjykatës themelore përkatësisht gjyqtarët e procedurës paraproke, lidhur me kërkesën e prokurorisë sa i përket masës së caktimit të paraburgimit, e njëjta mos është refuzuar për të mbrojturin tim Bekim Metaj dhe e njëjta është caktuar masa e rresës shtëpiak, të cilën tani e tutje i mbrojturim do t'i respekton gjitha detyrimet ligjore në raport me këtë mos. Faleminderit. Bravo!
Rezervieren wir es.